Ish kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio, jemi në valët e Radio Emanuel drejt për së drejti në programin Muzik Plus në këtë javë të veçantë të Pashkës dhe në këto momente më jam bashkuar në një bisedë shumë të veçantë Frosina dhe mentor Rama. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në një periudhë kaq të veçantë si kurse është sezoni I Pashkës. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Gjithmonë kënaqësi për të qenë bashkë me ju. Përshëndetje gjithashtu edhe dëgjuesve që na ndjekin në këto momente. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku Frosina dhe mentor. E di që është një periudhë me të vërtet shumë e ngarkuar për ju, edhe për shkak të konferencës e cila është shumë shpejt, për cilën ne do të flasim gjatë në ditën e sotme, konferenca Zëri I Shërimit, por jemi edhe në javën e Pashkës dhe së pari dua t'ju pyes se si po e përjetoni këtë javë Pashke në familjen tuaj, ju personalisht, por dhe në shërbesat që keni. Na ke bërë një pyetje me trenën pyetje. Po, sepse dua të di gjithçka që është duke ndodhur. Po, e vërteta është se ne dje në Persejën Dyrë Hapra kemi filluar me një atmosferë të mirë të ashtu quajturën e diela e palmave. Dhe në këtë drejtim pothuaj që është dhënë bashkësisë tonë një shije e vogël drejt asaj që do të shkojmë te dielën që na pret, që është Pashka zyrtare. Kështu që aktivitetet në fakt në bashkësinë tonë pothuaj që si çdo vit në kohën e Pashkës sigurisht që e merr vëmendjen ringjallja, e merr vëmendjen po ashtu edhe një javë më përpara ajo pjesa e palmave, si për shembull hyrja triumfuese e Jezusit në Jeruzalem. Kështu që në këto fazë jemi aktualisht, sigurisht që edhe për ne si skuadër të CFN-s dhe aq më tepër koqidon kësaj radhe dhe konferenca Zëri I Shërimit, po në këto atmosferë. Ditë Pashke. Po, besoj që është një moment shumë I veçantë. Frosina, të lutem në mikrofon. Po, është një atmosferë goxha e bukur sepse janë ato emocionet e përgatitjes së konferencës, por njëkohësisht domethënë janë Pashkët edhe është si dy gëzime bashk që feston. Kështu që na gëzon edhe siç e tha edhe mentori që dje ka qenë një atmosferë shumë e bukur. Është bukur ta shikosh kishën plot, edhe pastaj të dëgjosh se si njerëzit përjetojnë Zotin, se si Zoti flet gjatë kohës së shërbesës, koha adhurimit, lutjes, bisedat, pikërisht është ajo të cilën edhe Perëndia kërkon që ne të bëjmë. Kështu që ishte një atmosferë shumë e bukur, kemi përjetuar gjëra të bukura. Javën që vjen, të dielën që vjen, përsëri do të kemi Pashkën së bashku, kemi dhënë lajmërimin, patjetër koha së bashku si kish, po do të kemi gjithashtu edhe folcen e konferencës kryesore që e kemi, do të jetë gjithashtu që do predikojë, do ndaj për Pashkët. Kështu që gëzohem të shikoj edhe shumë të rinj në kish që duan të vinë. Kjo është ftesa, në fakt mesazhi që edhe ne kemi dhënë dje kishës i kemi thënë që merrni sepse Pashka duhet të dinë të gjithë për Pashkën. Duhet të dinë për lindjen e Jezusit, po duhet të dinë edhe për Pashkën. Kështu që kjo është ftesa dhe ne që I tham kishë merrni njerëz me vete, sillni për të dëgjuar për Jezusin. Edhe besoj që duke qenë se ju e përmendet përkon me konferencën e grave është edhe shumë e veçantë. Njerëzit në këto sezone janë më të prirur për të hapur zemrën e tyre, për të marrë mesazhe të tilla dhe mendoj që kjo do të jetë shumë e veçantë këtë vit, edhe për shkak të konferencës, për cilën ne do të flasim gjatë në puntatën e ditës së sotme, por përpara se të ndalemi te konferenca, dua të fokusohemi pak tek Perëndia sovran. Të dielën e hyrjes në Jeruzalem, Krishti u prit si një mbret sovran, prandaj cili është kuptimi I plot I sovranitetit të Perëndisë, pastor? Tani kuptimi I plot I fjalës sovranitet, sovran do të thotë që ai që ka fjalën fundit.
që pavarësisht në fakt çfarë rrethana tona, çfarë mendimet tona, çfarë situatat tona aktualisht na shqetësojnë ose merrim në mendimet tona, ne duhet dim një gjë që sovraniteti është i lidhur shumë ngushtë me fjalën e fundit të Zotit. Zoti e ka fjalën e fundit për gjithçka. Dhe sovraniteti i tij është i jashtëzakonshëm dhe ku fjala e tij është e fundit, do të thotë edhe në rast se një fjalë e keqe dikujt tjetër thënë për mua apo për familjen time apo për kishën. Në rast se një mjek ka thënë një diagnozë sa do e vërtet që mund të jetë ajo, domethënë sërish mbi fjalën e mjekut, mbi fjalën e infermierës, mbi fjalën e dikujt tjetër, mbi fjalën e rrethanave të mia, mbi shqetësimet e mia, sovraniteti i Zotit është i parë dhe ai ka fjalën e fundit. Ne sot, çuditërisht, në faktu nuk është që e kam gjetur kohën për rrëfej për të parë pyetjet më përpara, edhe që ju më keni dërguar, por unë sot në skuadër kam darë rreth se ju sapo e thatë rreth hyrjes triumfuese të Jezusit. E përmendet edhe pak më herët në Jeruzalem. Në Jeruzalem. Ajo më qenë sërish për të menduar për sovranitetin e Zotit, sepse Jezusi u tha dishepëve për të shkuar dhe për të gjetur kriqin, gomarin. Dhe ai ishte fjala e tij e fundit, ai nuk diskutoi me ta, ai nuk i tha ndoshta do ta gjeni, ndoshta mundoheni për ta bërë diçka. Ai tha shkoni dhe atje është i lidhur. Kjo mua më tregon dhe më inkurajon si besimtar. Ai e tha dhe dishepujt u bindën, shkuan dhe e gjetën, gomari ishte aty dhe e morën. Po, pra bindja ishte çfarë dhe dishepujt bërën, por që na mëson se si ne duhet të veprojmë sot. Po, kur e mendon, domethënë ishte vetëm një gomar të cilën ata Jezusi kishte nevojë, edhe ata thanë që shkoni edhe merreni. Silleni këtu, edhe dishepujt nuk pyetëm se ku ta gjejmë, ku ishte, jo po sikur na thot jo, ata thjesht u bindën Jezusit dhe besoj kjo është ajo edhe për ne besimtarët sot. Kur Jezusi na thot s'kemi nevojë të themi Jezu, po pse duhet të shkoj aty, pse duhet ta bëj këtë gjë, pse duhet kjo gjë dhe kjo, jo, ne thjesht duhet të bindemi ata çfarë Zoti na thotë dhe pastaj aty fshihet bekimi, edhe pikërisht kishte edhe mesazhet, bindja sill bekimin. Kur ne jemi të sigurt që Perëndia flet diçka, është e sigurt që e ka për të ndodhur. Edhe Zoti vetëm shikon zemrën tonë, bindjen. Unë jam inkurajuar sot vetë, po ja them edhe dëgjuesve sot. E kam sinqerisht. Është shumë mirë kur ndajmë edhe ato që ne ndjejmë emocione, ndjesitë. Me të vërtetë unë jam inkurajuar sot me të Zotin e gomarit, me pronarin që ai ishte. Se kur në rast se e lexojmë tek Mateu 21 vargu 1 deri në 3, aty shikojmë që dishepujt Jezusi thotë dishepujt shkuan dhe morën gomarin, po gomari e kishte një Zot, e kishte një pronar. Edhe kjo mua më inkurajon që pronari nuk e vuri në dyshim atë çfarë thanë udhëzimin e dishepujve. Se ai mund kishte diskutuar, pse ju duhet, është i imi, duhet të pagoni, do t'i bëni fare, në Bibël nuk lexojmë. Dishepujt shkojnë dhe merr dhe kjo mua më inkurajon që për shkuar tek sovraniteti, që në rast se ai ka thënë një fjalë, ju tha dishepujve shkoni, ai ka fjalën e fundit për gjithçka, edhe për dëgjuesit që tani janë. Jezusi ka fjalën e fundit për çdo gjë që e rrethon dhe që e shoqëron jetës tonë. E rëndësishme është për ne që ne duhet t'i besojmë dhe t'i bindem fjalës tij të fundit. Ky është sovraniteti i Zotit. Në fakt, fjala e Zotit është mbushur, çdo varg është mbushur plot me jetë. Bibla është mbushur me jetë sepse shikoj ne mund ta lexojmë. Po, sepse ne mund ta lexojmë dhe ndonjëherë lexojmë si histori, po në fakt nëse Perëndia na jep zbulesë për një varg, mbaj mend në një konferencë verore që kemi pasur, një nga folësit ka predikuar vetëm një varg, po ka qenë mbi 2 orë mesazh. Kishte kaq shumë vajosje dhe kaq shumë zbulesa që Perëndia po jepte njerëzve se wow, po se kisha parë këtë këndvështrim. Që fjala është jetë, sa që ta lexosh, unë e bëj për veten time, por ndoshta edhe për dëgjuesit që na dëgjojnë që një lutje të shkurtër Zot bëj të kuptosh me fjalën ndërkohë kur unë e lexoj. Dhe pastaj do të fillojmë të shikojmë se si Zoti na zbuloi fjalën e tij. Thjesht një varg mund të ndryshojë dhe transformojë jetën e njerëzve. Është thjesht. Edhe nuk ishte fjala vetëm për atëherë, sepse shumë njerëz, po ka ndodhur atëherë, nuk mund të ndodhë sot. Jo. Jezusi është i njëjtë edhe sot. Jezusi është i gjallë. Jezusi është këtu, edhe kur Jezusi flet ka jetë, ka shpresë. Edhe Perëndia si flet nëpërmjet fjalës së tij. Kjo është një nga bazat për ne besimtarët. Edhe në kuadër të kësaj që sapo je duke thënë Flosina, si mundet që ne ta reflektojmë të vërtetën e Perëndisë në jetën tonë të përditshme, sepse ndonjëherë
ne ndalemi, reflektojmë mbi fjalën, mbi atë që na thuhet, por është e vërtetë, jemi njerëz. Në situata ndryshme e lëmë njën fjalën e Perëndis, sovranitetin e tij dhe gjithçka që ai na udhëzon. Çdo besimtar ka ato uljet dhe ngritjet e veta, ka kohë të mira ku ne jetojmë me Zotin, po ka edhe kohë të cilën neve bijem poshtë dhe kemi nevojë që të ngrihemi. Pikërisht kjo është aty ku ne kemi nevojë për kishën. Kemi nevojë për njëri tjetrin, kemi nevojë për besimtarë të cilët neve na ngrejnë, kemi nevojë për njerëz frymëror që na ngrejnë. Edhe është shumë e vërtetë, domethënë ajo, por fjala e Zotit ka kaq shumë fuqi. Nëse ne e shikojmë çfarë Perëndia tha në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndis, Perëndia foli dhe gjërat u bën. Edhe kur ndjehemi poshtë, edhe kur gjëra duke që nuk lëvizin, edhe kur duke që neve se dëgjojmë zërin e Perëndis, çfarë duhet të bëjmë? Prap ne duhet ta lexojmë fjalën, prap ne duhet të adhurojmë Zotin, edhe kur nuk e ndjejmë, sepse Zoti nuk ndryshon. Emocionet tona ndryshojnë, mendimet tona ndryshojnë, ne ndryshojmë, por Perëndia është i pandryshueshëm. Zoti ishte, është dhe do të jetë i njëjtë. Amin. Edhe ka të bëj edhe qasja që ne i ofrohemi fjalës së Perëndis, jemi duke folur për fuqinë e fjalës. Mënyra si ti i ofrohesh, qëndrimi që i ke, fryma që e përqon gjatë kohës ku lexon, është vetëm një flet apo është një ritual që ty është thënë në kishë, të thënë diku që duhet ta lexosh, apo më të vërtet kur ti e lexon, ti e beson atë gjë që ajo gjë që është duke thënë aty është e vërteta edhe për mua. Dhe mënyra për dëgjuesit tanë tani që janë duke na ndjekur është, unë dua më të vërtet që t'ju jap zemër, t'ju jap kurajo për t'i inkuroja për thënë që edhe në rast se ndonjëherë nuk ndjesh për ta lexuar Biblën, lutu më përpara, kërko Zotit. Unë mundohem gjithmonë që përpara se ta lexoj fjalën Perëndis, i them Zot, unë i di që sot kam nevojë për ty. Dhe ndoshta për ne që lexojmë kaq shumë, që kemi përgatitur predikime dhe gjëra, mendojmë dhe shkojmë në një pasazh që themi, e di, e kam mësuar përmendesh, çfarë do thotë kjo. Po jo, nuk është ashtu. Mendoj që gjithmonë mënyra si unë i ofrohem fjalës, fjala është e gatshme për të ma dhënë një këndvështrim tjetër, për të ma dhënë një fjalë tjetër, edhe në rast se një varg e kam lexuar dje dhe sot e kam lexuar sërish një njëjtin varg, për sot mund ta ketë një domethënie tjetër dhe prandaj është ajo që shkojmë tek ajo, fjala është e fuqizuar nga fryma e shenjtë. Edhe fryma e shenjtë e bën punën e tij ashtu siç i pëlqen, i ka pëlqyer dje, siç i pëlqen sot dhe në situata dhe rrethana të caktuara na jep zbulesat e reja. Ka qenë vërtet shumë inkurajim gjithçka që keni ndarë në këto momente dhe uroj që e tillë të ketë qenë edhe për gjithë ata që kanë mundësi edhe janë duke ndjekur programin Muzik Plus në gjitha format që ne transmetojmë në Radio Manuel, në Facebook edhe kudo tjetër. Ne do të rikthehemi në studio vetëm pas pak për të ndalur patjetër tek konferenca më e veçantë që ju do të keni për gjatë kësaj jave, konferenca e grave Zëri i Shërimit. Do të ndalemi gjatë tek konferenca, tek tema kryesore që ju do trajtoni edhe gjithçka tjetër. Por më parë skuptemi për të ndjekur shkurtimisht këngën Shkëmbi shpëtimit nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Shkëmbi shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam.
shpëtimit i Zoti imje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymësim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmo më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmo më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Këngë i shpëtimit është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Frosinën dhe mentorin, dhe unë e përmenda edhe më herët do ndalemi te konferenca e grave. Frosina të pyeta pak më parë i sa ti vit është, dhe i 15 dhe janë vërtet shumë vite ku kjo konferencë vjen çdo vit tek ju, duke inkurajuar, duke bekuar shumë gra dhe vajza të cilat marrin pjesë në të. Prandaj më trego pak se si është të organizosh një event të tillë vit pas viti, dhe cila do të jetë tema kryesore. Di që ndaleni patjetër tek ajo që quhet zëri i shërimit, por çdo vit sillni një nën temë. Po, një nën temë. Në fakt organizosh konferenca nuk është e lehtë, sepse ka ato sfidat e veta, ka vështirësitë, por ne bazohemi në thjerrjen që Zoti na ka dhënë ne si shërbes, dhe besoj që kur ti ke diçka që Zoti ta jep, ajo vazhdon vetë. Ti duhet të qëndrosh te atë që thamë pak më para, besnik, dhe ti bindesh asaj që Perëndia të thot. Pastaj me ndihmën e Zotit çdo sfidë që vjen e përballon. 15 vjet konferencë do të thotë 15 vite të cilat në vit pas viti kemi përjetuar gjëra të mrekullueshme, kemi parë dorën e Perëndisë, dhe kjo është ajo çfarë mua më motivon që ta vazhdoj këtë konferencë vit pas viti, sepse kur ti shikon dëshmitë e njerëzve, kur ti shikon mrekullitë, kur ti shikon se sa shumë njerëz bekohen, kur ti shikon se si kishat bashkohen dhe aty ndërthuren ka gjëra të bukura së bashkura që thua, wow, Një unitet. Ja vlen, sepse kur njerëzit largohen, përveç se të vinë të thonë faleminderit edhe të tregojnë se çfarë kanë përjetuar në konferencë, dëshmitë dhe përjetimet, marrim dhe shumë mesazhe, shumë telefonata të tjera, ose kur neve jemi në kishat e tyre dëgjojmë kaq shumë gjëra, sa themi wow, sa bekim për te nga të çfarë ne e mendojmë. Sepse neve shikojmë vetëm një pjesë me syrin tonë të dukshëm, por atë shpirtërore nuk mund ta shikojmë çfarë ndodh në botën shpirtërore. Se si transformohen, se si bekohen. Edhe se si jeta e tyre ndryshon, se si përveç shikoj, mua më duket sikur konferencat në konferencat e përjetojmë kaq shumë Zotin sa mrekullit janë bërë një gjë shumë normale në jetën tonë. Do ndodhin çlirime, ndodhin shërime, ndodhin shumë gjëra, dhe them, okay, është Zoti, i bën Perëndia këto lavd, po janë bërë një gjë normale, dhe mendoj që po fillojmë të futemi në një nivel tjetër më të thellë frymëror, pra po rritemi, se sa më shumë të kalosh në një shërbes, aq më shumë në dimensione më të thella të shikon në botën frymërore. Dhe pikërisht kjo është ajo gjë që ne na motivon, na inkurajojmë që të vazhdojmë për 15 vjet. Konferencë në fakt është një gjë shumë e bukur, që të arrish për 15 vjet të qëndrosh në 15 vjet shërbes, sepse shumë shërbesa mund të nisin, po si vazhdojnë edhe duke u rritur, Dhe duke u rritur vit pas viti, po është vetëm dora e Zotit. Këtë vit si temë neve kemi gra që ndryshojnë kohën. Kjo ka lindur në zemrat tona gjatë kohës që neve po përgatiteshim vitin e kaluar dhe po pyesnim Zotin çfarë do jetë tema, ku do fokusohemi Perëndi, edhe duke parë ka shumë gra në Bibël, sepse nga një grua, si për shembull Esteri, ndryshoi gjithë populli i saj, u shpëtua dhe ndaj ndryshoi komplet kohën.
shikojmë dhe shumë gra të tjera që Bibla është e mbushur plot me gra të cilat kanë ndryshuar kohën, kanë ndryshuar rrethanat, kanë ndryshuar situatën, edhe ato kanë qenë gra të cilat kanë qenë të lidhura me Perëndin, kanë dëgjuar nga Perëndia dhe kanë vepruar, janë bindur pra asaj çfarë Zoti kanë dhe kanë ndryshuar rrethanat. Jezusi erdhi nga Maria, erdhi nga një grua, pra ishin gratë të cilë lajmëruan që Jezusi u ngjall, dhe shumë histori të tjera të cilat është nga dhjata e vjetër deri në dhjatën re, është mbushur plot e përplot me mrekulli se si Zoti ka përdorur gratë. Kështu që unë besoj edhe sot, nuk është se ka ndryshuar, Jezusi qëndron përsëri i njëjti, dhe ne kemi lindur në këtë kohë, ne jemi në këtë periudhë kohë, edhe unë besoj që Perëndia do ta ndryshojë rrethanën, dhe këtë duam të fokusohemi që ti je një grua të cilën kur ti jeton me Zotin, gjërat në Zotin ndryshojnë, ti mund ndryshon rrethanën tënde në punë, në familje, në shërbes, kudo që ti jesh, gruaja ka një potencial aq shumë të madh sa nëse ajo përdoret për qëllime të mira dhe përdoret në fuqinë e Zotit, mund të ndryshojë komplet një atmosferë tjetër. Po pastor. Unë e kuptoj Frosinën që është pjesa saj. Është shumë e përfshirë. Po, është konferenca saj, është shumë shpejt do të jetë konferenca. Edhe unë e falenderoj Zotin që për 15 vjetresh për konferencën zërishrimi që si ka humbur kjo dëshirë, si ka humbur ky pasion, apo atë çfarë përtej asaj që gjitha janë të vërteta që Frosina e tha, unë dua të lidh pak me pjesën e mandatit. Tani, mandati i dhënë nga Zoti duhet të kuptojmë është shumë e rëndësishme. Ne besojmë që shërbesa ju në CFN-s në Shqipëri i është dhënë ky mandat i konferencave. Konferenca zërishrimi nuk është një gjë vetëm për të bushlluar ose për të dhënë një gjë shtesë trupit të Krishtit në Shqipëri për të thënë që i mungon diçka, për të zëvendësuar një boshllëk që i mungon. Ne jemi të vetëdijshëm që edhe në gjithë trupin e Krishtit organizohen gjëra të mira edhe brenda kishës lokale, seminare dhe gjëra të cilët janë me vlerën e vet. Prandaj ne besojmë që mandati që është dhënë shërbesës tonë CFN është i lidhur pikërisht me këtë gjë, sepse po flasim për 15 vjet histori të një konference zërishrimi, dhe mua më kujtohet kur ne kemi bërë herën e parë në 2010-ën, më besoni, ne ishim afërsisht të parët në dijenin tonë të paktën, të cilën filluam për të thyrë pak një tabu, një konferencë për gra, si ka mundësi domethënë, ku janë burrat. Por ne kuptuam në Zotin që në vitin 2010 kjo ishte fjala e dhënë për ne. Edhe sot jemi këtu dëshmitar të një gjëje për të thënë që ajo që lind nga Perëndia e mund botën. Prandaj ky nuk është vetëm një event, nuk është vetëm një konferencë, nuk është vetëm një konferencë e zakon për të thënë që ta poshtojmë tani edhe një boshllëk tjetër të trupit të Krishtit, jo, por besojmë që në këtë mandat ka një vajosje dhe kështu që është e mrekullueshme për të parë sërish çdo vit, mezi po presim tani ditën e prende që do fillojmë. Tejnten. Më falni, tejnten, po. Në datën 17. Në datën 17, po thua që ne ku nisim për të ardhur për në Korçë, po shikoja koordinatorën bashkë me pjesën tjetër të zyrës që e menaxhojnë gjithë pjesën e strehimit të akomodimit të personave, ishin të stresuar, sepse në fakt kemi dalë për te pritshmërive tona, paktën të shtretërve që CFN-ja ka me regjistrimin që janë vetëm brenda qendrës. Edhe besoj që kjo përbën një tjetër sfidë. Mund të ndani pak më tepër në lidhje me këto sfida që u hasnin vit pas viti, sepse nuk është e lehtë të menaxhosh një numër kaq të madh. Edhe me fjetje, me ushqim, edhe besoj që kjo është ajo që ti koordinosh në mënyrën më të mirë të mundshme për të mos pasur është sfidë për neve si skuadër, veçanërisht për njerëzit që merren me organizimin dhe ndarjen e dhomave, patjetër. Çfarë mua më bën përshtypje, sepse tani ne kemi një ndërtesë të re dhe patjetër kushtet janë ndryshe. Po çfarë më ka bërë përshtypje kur kemi qenë në ndërtesën e vjetër, të cilën nuk ka pas fare kushte dhe njerëzit vinin. Dhe pyetja ime vjen në kokë, ore, për çfarë vinë njerëzit, sepse për të erdhur në konferencë duhet ka dhe shpenzim, patjetër rruga, ka një pagesë simbolike që do të paguash në konferencë, e do të marrësh lek nga puna dhe kështu me radhë.
por njerëzit vjen sepse ka një vajosje dhe duan të takojnë Zotin. Edhe kjo ishte përgjigja që unë mora, sepse kjo pyetje më vinte gjithmonë ndërmend, shkon, nuk është se kemi kushe, nuk është se po bëjmë këtu diçka, thjesht duam të takojmë Zotin. Ky është qëllimi dhe pikërisht qëllimin që ti ke njerëzit e përqafojnë dhe e marrin, dhe kjo është ajo të cilët njerëzit thanë po, ne duam të vim dhe të takojmë Perëndin. Sfidat e tjera që kemi është kur kemi më shumë se duhet i themi jo njerëzve. Vitin e kaluar e kemi bërë një përjashtim, e kemi provuar, sepse çdo vit ne i refuzonim njerëzve dhe thoshim jo se s'ka vënë. Vitin e kaluar e kemi provuar dhe kemi qenë mbi 350 gram. Wow. Po kjo ka qenë shumë sfidë sepse neve përveç se u mbush plot, morëm me qëra edhe 3 ambiente jashtë me qëra. Dhe kjo na sfidovi pastaj sepse duhet më shumë staf, duhet më shumë vullnetar. Edhe ndoshta kjo gjë mundsi ndoshta edhe nëse dëgjuesit na dëgjojnë nga kisha të ndryshme dhe thonë që duam të jemi vullnetar, të ndihmojmë, janë shumë të mirë na ndihmojmë sepse periudhat e konferencave ne kemi nevojë për njerëz që vinë na ndihmojnë. Mungesa e stafit patjetër e bën pastaj më të vështirë. Ti menaxhosh 350 veta, qoftë me ushqime, 3 vakte, me kafen, gjithashtu pa llogaritur sepse ne ndahemi në 2 skuadra, një skuadër shërben në gjërat praktike dhe në një skuadër shërben në gjëra frymërore. Edhe kështu që i bashkojmë pastaj së bashku dhe del një gjë shumë e bukur. Por është unë ne shikojmë që edhe gjërat praktike janë gjëra të cilat pa ato nuk mund të funksionojnë gjërat frymërore, sepse nëse një person nuk ndihet mirë në anën praktike, pastaj nuk është komod dhe i hapur për të marrë dhe për të dëgjuar nga fjala frymërore, dhe prandaj ne përpiqemi që të dyja këto të bëjmë, përpiqemi më të mirën për të bërë, por është gjithmonë sfidë kjo gjë. Por ne gëzohemi që e kemi këtë sfidë, sepse kjo është një shenjë për neve që Perëndia e do këtë gjë. Nëse nuk do kishte njerëz, kjo do ishte një pikpyetje e madhe, por kjo është një sfidë e bukur, themi, s'kemi ku të vendosim njerëz, kemi kaq shumë, e ku do t'i vendosim. Këtë vit jemi afërsisht 200 veta, që janë të menaxhueshë. Gjë që e bëni vit pas viti. Po, që është, domethënë kaq është kapaciteti, në rast se Perëndia na hap mundësi të tjera për të strehuar, patjetër ne jemi të hapur sepse salla nuk është problem. Salla nxeh deri në 450 veta, nuk na pengon salla, as salla e ngrënies, sepse mund t'i bëjmë me 2 turne. E vetmi është fjetja. Edhe unë gjithmonë i them besimtar, ju mund të vini, nëse gjeni fjetje, kjo na lehtëson shumë për ata që regjistrojnë në fund. Për gjithë ata që regjistrojnë më herët, gjithmonë ata janë më të privilegjuar sepse aty u rezervohet vendi, ju mbahet persona që regjistrojnë në fund fare pastaj dhe nuk ka akomodim, atëre domethënë ne i kërkojmë nëse kanë mundësi vetë, nëse jo pastaj përpiqemi që mund të gjejmë diçka me besimtarët e kisha ose. A ka ende regjistrime ndoshta për ata që janë duke na ndjekur, mund të kenë interes për të bashkuar në këtë konferencë? Domethënë vend nuk ka për fjetje. por nëse mund të gjejmë. Por gjithmonë ne jemi kështu, unë Perëndime jam me një zemër kaq të hapur, themi po hajde, sepse më ka bërë përshtypje një herë, kemi refuzuar një herë për shkak sepse nuk donim, nuk ishte më vend për fjetje, ishte mbushur edhe jashtë edhe brenda ishte mbushur. Thash po nuk kemi vend, jo se s'dua të pranoj. Ky është problemi edhe sfida. Thoshte, shiko, mua më duhet vetëm një dyshek. Edhe unë do flet në korridor. Edhe unë thosha po jo, sepse këto nuk janë kusht edhe parimet tona që ne ti të vishte, ja bënte. Jo, unë dua të përjetoj fuqinë e Zotit, se unë e di ç'do të thotë adhurimi, unë e di ç'do të thotë të qëndrosh në këmbët e Jezusit. Edhe kjo gjë ka prekur shumë zemrën time, kur ma ka thënë edhe përpiqemi të gjejmë, domethënë ata që regjistrojnë në fund që duan të vinë, ne nuk ju ofrojmë një akomodim shumë të mirë, por mund ta gjejmë ndonjë qoshkë, ndonjë vend ku mund të gjejmë, përdorim ndonjëherë dhe zyrat tona për të vendosur, po. Në fakt, jo vetëm zyra, po mendoj edhe zyrat e korridoreve, mbaj mend vjet, domethënë ishin po sepse 350. Po ka qenë pavarësisht që i kishim marr edhe 3 ambiente të tjera me qira, po siç tha Frosina, ne kishim vendosur që mos të refuzonim. Ishte edhe një test për ne. Po, që sa përballojnë. Ishte goxha sfidë, e vërtetë është që pas 3 ditëve pastaj ti e kupton që edhe stafi jot ke përgjegjësi edhe për stafin, sepse ne shërbejmë nga ora 4:30 të mëngjesit, ata që janë në kuzhinë për përgatitur mëngjesin, deri në orën 11 të darkës. Po jemi të ndarë me skuadra, domethënë ndajmë me skuadra. I kemi disa persona me turne të ndryshme. E veçanta kësaj konference që duhet të them është gjithmonë, ose e veçanta e konferencave të CFN-s, ndër të tjera që është e zëvishërimit,
është Frosina ka gjithmonë një surprizë për gratë që nuk e zbulon. Unë në fakt dua ta pyes çfarë do të ketë risi këtë vit. Po, ndërsa edhe veçanta është e kjo e të qëndruarit së bashku. Po. Dhe besoj kjo na Kjo mundson ne ndërton faciliteti shumë. që ne lavdi Zotit që është ndërtuar, sepse gratë kanë mundësinë edhe vajzat për të qëndruar për te mesazheve, për te kohës të adhurimit në salë së bashku, e kanë mundësinë për të shkëputur një herë nga rutina atyre e jetës e gjithë vitit, për thënë që po shkoj për tretin po gradet sepse thjesht në fakt kam nevojë edhe për vete, po dua të takoj shoqet e mia që në fundit i kanë të njëjtit halle, të njëjtit probleme, të njëjtit shqetësime, dhe kjo në fakt është një gjë e veçantë, pothuaj që gjitha konferencat tona, qëndrimi së bashku për te fjalëve të vajosura, predikimeve. Po dhe kjo e ndërton. Është një kohë shplodhje, le të mos harrojmë që secili prej nesh, domos ato që janë ndërsa për surprizën, ka nevojë. Për surprizën varet tani Frosina do ta zbuloj apo jo. Shikoj, vështirë këtë vit ta zbuloj. Vite ka vendosur Frosina. Nuk tregon. Po thoja këtë gjë që gratë kanë nevojë të flasin. Ka nevojë të shprehen, ka nevojë, siç jemi ne kështu jemi të ndërtuar. Sa çuditshme. Dëgjoj se edhe burrat nuk janë keq tani që edhe ata kanë nevojë të flasin. Po ne flasim më shumë se sa duhet ndonjëherë. Ne flasim pak më shumë dhe kemi të nevojshme për të ndarë. Kjo na ndihmon për të shkarkuar anën emocionale. Edhe pikërisht për këtë gjë un kam ftuar një psikologe, të cilën do të ketë një seminar, një psikologe të krishterë, të cilët do japë të këshilla si të menaxhojmë emocionet tona në kohë të vështira, sepse ne çdo vit çfarë ne bëjmë që kjo ndodh vetëm në konferencën e vajzave të grave, nuk ndodh në konferencën verore dhe në konferencat e tjera, që është e veçantë, gjithmonë ka diçka sociale. Në ndër vitet kemi ftuar doktor të ndryshëm që kanë folur për temën për gratë, ginekolog, dhe kanë bërë vizita gjithashtu në qendër, sepse le të mos harrojmë jo të gjitha gratë që marrin pjesë në këtë konferencë kanë mundësi për të kujdesur për veten në të gjitha aspektet. Një vit kemi pasur parukeri, estetik, kemi pasur masazh. Domethënë kemi pasur gjithmonë diçka mbas dite, neve bëjmë diçka të shlodhje. Mbas dite këtë vit do t'i kemi një psikologe që është nga Tirana, Pranvera Adhima, ajo do të flasim mbi menaxhimin e emocioneve dhe gjithashtu do të ketë këshilla praktike, konkrete, dhe nëse do ketë pyetje, do jetë hapur edhe me pyetje pastaj, ose nëse dikush ka nevojë për më shumë, atëherë do të jetë patjetër një bisedë mbas seminarit dhe kjo gjë i ka ndihmuar. Un kam ftuar edhe psikologë të tjerë që kanë qenë në konferencën e grave dhe ka qenë një ndihmë kaq e madhe sepse shëndeti mendor është një nga gjërat të cilat është shumë e rëndësishme. Edhe un mendoj që Perëndia bën mrekulli, po Zoti ka vendosur edhe mjek, ka vendosur doktor që kemi nevojë për të dyja anët. Edhe pikërisht edhe në konferencën e grave unë ofroj një gjë të tillë. Çdo vit e mendoj çfarë mund të bëj, edhe e shikova si shumë të nevojshme këtë vit që kemi nevojë për një seminar, sepse gjitha gratë kalojnë në një periudhë të vështirë. Mbi ngarkesa, ana emocionale, ngarkesa me fëmijë, veçanërisht nënat që janë me fëmijë të vegjël, kanë janë në punë dhe më grumbullohen kaq shumë gjëra të cilat nuk e di dhe shkarkohet në një mënyrë. Ka nëna që shkarkojnë me të qarë ose me të bërtitur dhe kjo është shumë mirë, po ka dhe nga ato që nuk e mbajnë nga brenda dhe kjo është një dëmtim emocional pastaj. Edhe pikërisht Pranvera do na ndihmoj, psikologja na ndihmoj se si ne mund të menaxhojmë emocionet tona, ku mund të gjejmë ndihmë dhe gjëra shumë praktike që do të jenë të lidhura edhe me fjalën e Zotit dhe me lutje gjithashtu. Dhe le të mos harrojmë që ky mund të jetë një moment shumë i mirë për gjithë ato gra dhe vajza që kanë nevojë për këshillën e një psikologu, të jetë një hap drejti, sepse ne edhe në mentalitet e kemi pak sa të vështirë të pranojmë që të shkojmë edhe të flasim dhe të drejtohemi një psikologu. Është dhe një atmosferë shumë e mirë, sa aty ata ndjen të hapura dhe aty ndjen të sigurta që mund ta bëjnë një hap të këtij, sepse me 200 gra një pyetje që mund të bëjë njëri mund ta ndihmojë tjetrën. Po, secila mund të gjejë veten tek historia e njëra tjetrës. Ofrojmë edhe biznes personale pastaj. Me psikologen, të cilët nëse ajo ka nevojë për më shumë, kështu që këtë unë e kam parë si një bekim që mund të jetë një pjesë që mund ta ndihmojë. Pra gjithmonë konferenca është e lidhur me një ndërthurë, gjithmonë me një gjë sociale. Surpriza pastaj. Nuk po e zbulojmë. Nuk do ta zbuloj sepse ma the paraprakisht që kam një surprizë, por nuk do ta zbuloj. Unë vetëm mund të them kaq, do të jetë mbas, do të jetë mbrëmjeve, mbas shërbesës kryesore, por diçka shumë e bukur që vajzat e gratë e duan shumë këtë gjë, do të jetë diçka romantike, por nuk e tregoj më shumë. Jo, asë nuk po kërkoj më shumë detaje, se e di që surprizat nuk pastaj nuk kanë surprizë më, dhe për gjithë ato që do marrin pjesë pastaj do ta zbulojnë çfarë është, edhe do ta shijojnë kështu, pastaj mund ta thonë. Vjeta kam zbuluar, po ka qenë vetëm një vit që kam bërë përjashtim.
këtë vit kam Prandaj menduar janë dhe që të surpriza. jetë. Po. Le të mos harrojmë që në konferencën tuaj marrin pjesë gratë të cilat mund të jenë dhe në hapat e parë të besimit. Prandaj si mendoni që gjithçka që ju do të ndani aty mund të ndihmojnë këto gra dhe vajza në rrugën e transformimit të tyre në aspektin shpirtëror? Tani, në fakt, ne kemi patur eksperienca që një grup i caktuar i një kishe, që është regjistruar në konferencën e Zëvërshërimit, i është bërë ftesa edhe shoqeve të cilët kanë qenë qëllimi i kishës ose i gruas të pastorit ka qenë që po shkojmë po kradec, por kjo motra e dashur e kemi folur për Zotin, po akoma nuk ardhur tek Zoti. Nuk është që janë raste shumë të shpeshta, kryesisht në eksperiencën tonë mendoj Frozina janë njerëz që tashmë e kanë pranuar Zotin. Ka gjithmonë ata që ju thoni që janë në hapat e parë dhe prandaj ajo çfarë ne i sugjerojmë gjithmonë është që personit ku të vijë me grupin e kishës që do të jetë në radhë parë i shoqëruar nga gruaja pastorit ose nga drejtuesja e takimit e grave dhe pastaj ofrohet gjithmonë një mundësi konsultimi, një mundësi bisede jashtë sesioneve kryesore për të zhvilluar një bisedë në rast se është nevoja për të ndarur ungjillin edhe një herë për t'ia shpjeguar ungjillin ose në rast se ka qenë ndonjë paqartësi ose se ka kuptuar mesazhet, edhe kjo bëhet edhe në mënyrë individuale. Pra është ofruar edhe kjo lloj mundësie. Duhet të them gjithashtu që ne mundohemi që për te temës që sapo tha Frosina, mundohemi që mesazhet kryesore mos të jenë mesazhe me një nivel tepër të lartë akademik edhe teologjik. Shumë praktik. Ne mundohemi për t'i prekur nevojat bazë, ato gjëra që i prekim dhe që hasim në ditën tonë të përditshme me mesazhet tona dhe për t'ia bërë sa më të thjeshtë, qoftë një personi që është intelektual, një mësuese, një avokatje, një doktoresh, një psikologe, apo të tyre të cilët janë nëna të shtëpisë, nuk e di, të pa formuar, të pa jo mirë të arsimuara, mundohemi, po besoj që ka rezultuar që mesazhet kanë qenë gjithmonë në këtë lloj vështrimi për të kuptueshëm për të gjithë. Po. Duke referuar pyetjes tënde, çfarë transformimi sjell tek gratë, në fakt ne kemi nga dëshmitë që kemi dëgjuar, ka ndodhur që ka marrë një shkëndi në konferencën e grave, do të ka përjetuar diçka me Perëndin, dhe kjo shkëndi është ndezur dhe kur ka vajtur në kishën e vet ka qenë shumë bekim, dua të dëgjoj më shumë për Jezusin, dua ta lexoj Biblën më shumë, kështu që ka filluar që jeta e tyre të transformohet. Edhe duke parë se si një gjë e vogël, se ndonjëherë konferencat janë për të motivuar. Kisha është baza dhe ku ti duhet të rritesh, formohesh, të jesh aty është shtëpia. Po konferencat janë për ta ndezur atë zjarrin, për ta ndezur zjarrin me Jezusin, për ta ndezur atë gjë që brenda është fikur. Dhe pikërisht kjo është ajo të çfarë bëjnë edhe konferencat, të ndihmojnë ty që ti të vesh më afër Perëndis, të ndihmojnë ty që të kesh etje dhe uri për fjalën e Perëndis, të bashkohesh me pjesën tjetër, me tufën tjetër për t'u forcuar në besim. Edhe rezultati ka qenë shumë pozitiv, edhe kjo është arsyeja besoj që edhe shumë njerëz sjellin njerëz të rinj në besim. Dëgjova tani kur po vija që shiko do të vi drejtuesja e grupit të rinjve bashkë me disa të rinj që janë të rinj në besim. Edhe kjo gjë më inkurajovi sepse duam të investojmë, edhe kjo ka qenë dhe lutja ime këtë vit, dua të investoj në brezin që po vjen. Sidomos në brezat sidomos të rinj sepse fjala e Zotit duhet të vendoset shumë tek ata, sepse ne kemi marrë, dikush tjetër na ka shërbyer, jemi rritur, e tani ne jemi përgjegjës për brezin mbrapa. Edhe pikërisht kjo është lutja ime që të kemi sa më shumë brezin e ri në konferencat në mënyrë që ne të investojmë të ndezim zjarrin për Jezusin, sepse kur ata të përjetojnë një herë Jezusin, ata nuk do të largohen, sepse e din, e kanë takuar vet, nuk është sepse më ka thënë Frosina apo ka thënë dikush tjetër, po unë e kam përjetuar Zotin dhe unë dua ta ndjek Perëndin, unë dua ta dëgjoj zërin e Zotit vet personalisht. Edhe besoj transformimi, një gjë e vogël që ndodh në konferencë transformon për gjithë jetën e tyre. Edhe është bekim për kishat. Ne dëgjojmë shpeshherë që wow, konferencat tuaja janë jetë ndryshuese.
janë jetë në shkolla e Biblës është jetë ndryshuese. Çfarë bëni? Në fakt ne nuk bëjmë ndonjë gjë, kush e di, thjesht atë që tha dhe mentori që ne përpiqemi sa më thjesht ta sillim fjalën e Zotit te njerëzit në mënyrë që të përpunohet, të përcjellet në zemër, dhe në momentin që fjala e Zotit shkruhet në zemër, përcjellet në zemër, ajo transformon jetën, ajo ndryshon jetën. Kaq, ne nuk duhet të mbushim mendjen, po zemrën. Është mirë ta kemi të mbushur me njohuri, sepse duhet të kemi njohuri, por zemra duhet transformohet. Dhe në momentin që është transformuar zemra, atëherë ne e dimë që do të kemi jetë të ndryshuar, sepse ka takuar Jezusin. Edhe ne nuk jemi këtu për bërë dishepuj. Edhe ne jemi këtu jo për të bërë besimtar. Besimtar, të bësh dishepuj është një gjë shumë ndryshe. Besimtar është se të gjithë mund të thonë që unë jam i krishter, por nuk ecin me Jezusin. Të bësh një dishepull do ta ndjeki Jezusin, të jetoj me Jezusin. Edhe kjo është qëllimi që ne jemi këtu, të ndjekin Jezusin. Por ka dhe dëshmi të ndryshme, të cilët ne për hir të konfidencialitetit e kemi një marrëveshje të themi besnikërie me pjesëmarrësit që nuk dalin as në publik, as nuk publikohen, por ka dëshmi të shumta, kemi dëshmi të dëguar tek ne gratë dhe vajzat që janë çliruar nga depresioni. Për persona të cilët kanë ardhur dhe kanë qenë afër në një konflikt shumë të madh martërsor dhe në mendime divorci. Aty e kanë marrë një fjalë, janë kthyer në shtëpi, janë partuar me bashkëshortin, me fëmijët. Më kujtohet një rast ku, siç Frosina tha, kishte ftuar një ginekolog dhe gjatë konferencës janë bërë mbi 100 ca vizita ginekologjike dhe ndërto është evidentuar një kancer të një grue. Disa gra ishin në hapat e parë të kancerit, doktori ka kapur nuk, po ishin disa, sepse pas sa kemi biseduar, edhe kjo ka qenë një, domethënë kjo pjesa që thamë pak më përpara ta ndërthurim. Dhe kjo për ne është ajo që aja vleni gjithë mundi, ai sakrifica, ajo lodhja, ai stresi, edhe ana financiare, se ka kosto patjetër. Ka një kosto, por kur ne dëgjojmë një gjë të tillë që një nën është shpëtuar sepse është evidentuar në kohën e duhur një sëmundje vdekjeprurse, atë kjo na motivon, na gëzon, na thotë, po, hajde, edhe herën tjetër përpara do të vazhdojmë me gjitha sakrificat që janë, do të vazhdojmë ta bëjmë prapë. Edhe këto gratë më thanë, Frosina, na ke shpëtuar jetën, dhe i thash, unë nuk kam bërë gjë thjesht, bëra këtë sepse dinë që është e nevojshme. Po tha, po për ne ka qenë shpëtim jete, sepse ne nuk e dinim. Thjesht ne them, okay, Frosina ka organizuar një gjë të këtë, hajde të bëjmë një kontroll një herë. Sa mirë që kemi një mundësi ta shfrytëzojmë këtë. Edhe në momentin që ata bëjnë këtë, doktori në fakt e zbuloi më një herë dhe tha urgjentisht duhet të jesh javësitë në Tiranë. Edhe kanë kapur në kohë, ka marrë mjekim. Lavdi Zotit, sot ajo është gjallë. Lavdi Zotit. Edhe kjo është të gëzon zemrën. Edhe është vërtet një shërbes shumë e veçantë, e cila ndryshon, transformon jetët e këtyre grave, vajzave në aspektin shpirtëror, por edhe në atë fizik, në aspektin mendor, emocional, nga gjitha anët përpiqemi. Gjitha kuptimet e një transformimi. Sepse këtë gjë bëri dhe Jezusi. Jezusi predikovi, e ndavi mësimin, po gjithë e ushqevi. Pra ishte edhe social. Po ta shikojmë jetën e Jezusit, ai predikovi, pastaj tha tani ushqeni turmën, edhe ai mori 5 bukë, 2 peshqit, i vendosi, i bekovi dhe ushqet. Megjithatë kjo ishte se si ai u shërbevi. U qëndroi me orë të tëra duke u lutur për shërimin e tyre, por dhe anë fizike u kujdes. Kështu që këtë gjë jemi duke bërë edhe ne sot, duke përfaqësuar Krishtin. Thjesht jemi bitë e ti, nxjerrim atë nga ati. Dhe ke përësysh fëmia do ndiki gjithmonë modelin e të atit, të mamit. Edhe ne jemi fëmijët e Perëndis, ne modelin e Jezusit do të transformojmë në këtë jetë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka tjetër në kuadër të kësaj konference kaq të veçantë, e cila do të mbahet përgjatë kësaj jave në datën 17 deri në 19 prill, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur këngën Kjo botë kërkon për një heron nga Gloria Nure. Botë kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqi e shpallim qartë, thërasi mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar.
Rikthehemi sërish në studion e programit Muzik Plus, pak nga pak po mbrime dhe në fund të bisedës sonë në studio me Frosinën dhe mentorin, cilët në kam prezantuar gjatë gjithçka që do të ndodhë në konferencën e grave zërishtërimit dhe duke qenë se jemi në këtë javë të veçantë, në javën e Pashkës, e kemi nisur bashk këtë javë speciale në programin Muzik Plus, cili do të ishte një mesazh apo urim që ju keni për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Mesazhi i Pashkës është jeta, jeta në Zotin, dhe është një mesazh që simbolizon jo vetëm jetën tonë të përjetshëm, por që në fakt ringjallja e Jezusit është shpresa e njerëzimit, kështu që për gjithë dëgjuesit urimi im është që është një moment shumë i mirë për të reflektuar për te gjithçka që na shoqëron, sepse Jezusi është përgjigjja gjithçkaje, ai është shpresa, ai është jeta, ai është ringjallja e përjetësisë, po edhe tanishme, kështu që le të kemi shpresën tonë tek Zoti. Po, atë që edhe mentori tha që Jezusi është jetë, edhe nëse sot ti po na dëgjon edhe nuk e shpres për jetën, unë po të them sot që në Jezusin ka jetë, ka shpresë, jeta është e bukur, sepse Jezusi na dha jetë. Nëse ne nuk do kishim Jezusin, atëherë mund të ishim të tekurar, po kemi Jezusin, që ai vdiq dhe u ringjall nuk ditën e tretë, kështu që ka jetë, ka shpresë dhe Jezusi e mori gjithë barrën tënde, gjithë problemet e tua, gjithë ato që ti po kalon sot në këtë ditë, Perëndia e mori për të dhënë jetë ty sepse ai të do. Edhe një herë përpara se të mbyllim bisedën tonë në studio, Frosina, shkurtimisht për gjithë ata që janë duke na ndjekur, një informacion të përgjithshëm në kuadër të konferencës dhe që ndoshta nuk kanë pasur mundësi për qenë pjesë e saj për të regjistruar deri më tani. Si mund t'ju bashkohen? Për personat të cilat akoma nuk kanë pasur mundësi të regjistrojnë, por që duan të vinë, për shembull personat që janë nga Korça, dhe mund të vinë në sesione, të dëgjojnë dhe pastaj mund të kthehen përsëri, kjo është një mundësi përsëri. Pra është e hapur, konferenca është e hapur për gjithë ata personat Ajo do të jetë në orën e mbasdites. Po, ne do të fillojmë të njëjtën në orën 4, do jetë sesioni i parë, pastaj do jetë darka dhe pastaj është mbrëmja, sesioni shërbesa e mbrëmjes, edhe pastaj ditën tjetër është gjithë ditën, së bashku deri të shtunën pas dreke. Do të thënë gjithë paraditja është e mbushur me adhurim dhe mësim dhe mbas dreke pastaj mbaron. Kështu që për gjithë ata që dëshirojnë të vinë, janë të mirë të vinë, thjesht që nuk ka akomodim për fjetje, por nëse duan të shkojnë të vinë vetëm për sesionet, janë shumë të mirë. Mund të marrin antarët e kishës, vajzat, gratë, edhe mund të vinë bërë një grup, mund të vinë aty edhe mund të bekohen, pra ka mundësira edhe për ata që nuk janë regjistruar. Ju falenderoj vërtet shumë, e di që është një javë shumë e ngarkuar për shkak të Pashkës, për shkak të konferencës dhe gjithë angazhimeve të tjera që ju keni. Ju jam gjithmonë mirënjohëse që jeni të gatshëm për të qenë pjesë e programit Muzik Plus, për të ndarë më shumë nga gjithçka që ju bëni. Ju uroj shumë bekime në gjithçka që do të ndodhë për gjatë kësaj jave, në shërbesat tuaja, por mbi gjitha dhe në konferencën që jeni duke organizuar. Shumë faleminderit për ftesën edhe shumë suksese për emisionin tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë për të qenë këtu bashkë me ju. Kënaqësi të ishim së bashku, ne do të shkëputemi për një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Unë kam një mik nga Esli Islami, rikthehemi vetëm pas pak në studio.